Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Zëvendës kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut, Aleksandar Nikolovski, kritikoi fqinjet për bllokimin e integrimit të vendit. Gjatë samitit për Ballkanin Perëndimor mbajtur në Bruksel, Nikolovski nënvizoi se ndryshimet kushtetuese janë kushti i fundit. Sipas tij, ndërsa presioni bie mbi Maqedoninë e Veriut, pala bullgare nuk dëshiron të bëjë asgjë për balancë. Samiti vjetor i Bashkimit Evropian Ballkani Perëndimor i miqve të Europës mbledh rregullisht mbi 100 pjesëmarrës për të diskutuar mbi sfidat aktuale politike, zgjerimin dhe nxitjen ekonomike. Kryeministri i Shqipërisë argumenton shkaqjet e mosshkarkimit të numrit 2 të qeverisë. Përmes rrjeteve sociale, Edi Rama deklaroi se nuk e mori vendimin për shkarkimin e Belinda Ballukut pasi një precedent i tillë do të përbënte problem për çdo qeveri të së nesërmes. Krahas asaj, kreu i qeverisë sqaroi efektet që sjell në ekzekutiv pezullimi Belinda Ballukut si zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës, duke sjellë në vëmendje disa prej punëve që kanë mbetur peng i firmës së saj. Më 20 nëntor, gjykata e posaçme pezulloi nga detyra zëvendës kryeministren dhe ministrin e infrastrukturës dhe energjisë, duke i ndalur gjithashtu të drejtën për të dalë jashtë vendit. Ajo është marrë pandehur për procedurat në tenderin e tunelit të Llogaras dhe është në hetim për tenderin e lotit të 4 të Unazës së Madhe. Rikthehen përplasjet në distancë brenda Partisë Demokratike. Kryedemokrati Sali Berisha i cilësoi një takim privat me agent personale shqetësimet e ngritura nga turi i foltoreve të anëtarit kryesisë Salejani. Deklaratave të tij gjatë takimeve me struktura se shqetësimet e demokratëve nuk janë dëgjuar, Berisha i cilësoi si mashtrime, ndërsa nuk munguan dhe akuzat dhe një grupi të demokratëve që sipas ish kryeministrit në fushatën e fundit zgjedhore kanë punuar për Partinë Socialiste. Është i antar kryesie, i cili është i kooptuar në kryesi, i cili në asnjë kryesie s'ka shtuar asnjë nga këto probleme, pra ndjek i cili ka një zonë në kombinat i ngarkuar për analizë dhe për të gjitha, dhe këto ai do të ketë agent personale, ta vazhdoj gjërë në fund. Antari kryesisë Partisë Demokratike dhe ish deputeti Ervin Saliani kritikoi drejtuesit e opozitës se 7 muaj pas zgjedhjeve nuk kishin zhvilluar asnjë takim me strukturat lokale. Në një intervistë televizive, Saliani tha se kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është në punën dhe detyrën e tij, por hierarkia e saj nuk po funksionon. Listat e 11 majit, tha ai, zbehen entuziazmin e krijuar në radhët e demokratëve pas ardhjes së Kris Lacivita. Unë personalisht nuk largohem në asnjë moment. Unë i krijoj hapësirat. Unë nuk kam marrë asnjë gjë qyl. Kështu që si tani, a kam folur edhe po flas në strukturë partisë, në institucione? A nuk po bën ato që mendoj unë? Por ti hedhim publik se mbase hajde merremi me prandaj them që nuk ka rëndësi emrat fare. Ore merremi me këto që them, qëndrojnë apo nuk qëndrojnë. Bota. Ish përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini i jep dorëheqjen si rektore e Kolegjit të Europës. Ish shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian dhe 2 persona të tjerë janë akuzuar zyrtarisht për mashtrim me prokurimet dhe korrupsion, konflikt interesi dhe shkeljet e sekretit profesional, tha zyra e prokurorit publik evropian. Të tre u ndaluan të martën si pjesë e një hetimi të Bashkimit Evropian për mashtrim dhe tani janë liruar ndërsa hetimi vijon. Mogherini ishte përfaqësuese e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe të sigurisë. Hetimi ka të bëjë me mashtrim të dyshuar në lidhje me trajtimin financiar nga Bashkimi Evropian për diplomatët e rinj. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.